4 vite pas shpërthimit me tritol në 2 biznese në Durrës në pronësi të këngëtarit Riges Rajku, i njohur me emrin e artit Noizi, babai i tij Bashkim Rajku u paraqit në gjykatën e posaçme për të dëshmuar në procesin ndaj bandës së Laert Haxhiut. Ky i fundi dyshohet sipas komunikimeve në Sky se e ka urdhëruar bashkëpunëtorin e drejtësisë Artan Tafani për të vendosur lëndën plasëse pas konflikteve që shoku i Laertit kishte me këngëtarin Noizi. Por pavarësisht këtij fakti të njohur, babai i këngëtarit tha se nuk kishte dieni se kush e kishte vendosur lëndën plasëse, ndërsa tregoi se e njeh edhe Klevjo Ahmetin, por nuk tha nëse djali i tij ka pasur konflikt fizik me të. Kemi një aktivitet dyqan rrobash, para 4 vitesh ka ndodhur një shpërthim me tritol, administrator është goca ime, Anisa, dhe ajo ka qenë jashtë shtetit, kam një djalë që quhet Rigels, është muzikant, ne nuk dim asgjë kush mund ta ketë bërë, Klevjo Ahmetin e kam dëgjuar, dhe ai është artist, merret me rrjetet sociale, ka pasur përplasje me djalin tim, di që ka pasur xhelozi mes djalit tim dhe Klevjo Ahmetit për punë muzike. Në gjykatë u paraqit edhe motra e këngëtarit Anisa Rajku, por ajo nuk dëshmoi pasi prokurori i çështjes Behar Dibra tha se do të hiqte dorë nga marrja e dëshmisë së saj. Seanca tjetër do të përsërisë thirrjen për këngëtarin Noizi, ndërsa fletëthirrja ju dërgua edhe këngëtarit Klevjo Ahmeti, i cili rreth një vit më parë u deportua nga Dubai.